Produksioni i Big Brother VIP Albania ka konfirmuar banorin e parë të edicionit të 5 të këtij reality show. Angelo Haruni, i cili drejton emisionin e përditshëm Top Talk në Top Channel, deri vonë gazetar ekonomie në A2, është konfirmuar zyrtarisht si banori i parë i Big Brother VIP Albania 5, i cili nis nesër në ora 21:15. Autori dhe moderatori i emisionit ekonomik në Top Channel Top Talk njoftoi se është gati të nisë garën në reality show më të ndjekur në Shqipëri. Pasi hoqi kollaren, Haruni u shpreh se në Big Brother VIP Albania do t'i tregoj publikut veten, pa filtra dhe pa formalitete. Sot po e mbyll këtë kapitull me shumë mirënjohje, sepse nesër hapet një tjetër. Nga nesër zyrtarisht do të jem konkurrent në Big Brother VIP Albania 5. Sipas rregullave, menjëherë pas këtij momenti do të hyj në izolim total. Pa telefon, pa kontakt, ashtu siç tashmë ndodhen edhe konkurrentët e tjerë, të izoluar në dhomat e tyre. Nga ky çast, loja nis për të gjithë njësoj. Në Big Brother nuk shkon një rol, një plan, shkon njeriu. Dhe ajo që do të shihni nuk është versioni i moderuar, por versioni i vërtet. Me gabime, emocione, forcë dhe dobësi. Një version ndryshe nga ai që keni parë deri sot. Shpresoj që kjo mbështetje të më shoqërojë edhe në këtë udhëtim të ri, me synimin për të shkuar deri në fund. Faleminderit për gjithçka. Tani shihemi brenda shtëpisë, tha Haruni. Banor të tjerë që kemi përmendur më parë, por që ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht janë shumë. Ja çfarë kemi transmetuar kohë më parë. Po e mendoj seriozisht që të futem Arjan Curri në Big Brother VIP 5. I ftuar në live from Tirana, ishte analisti dhe teologu Arjan Curri. Ai foli për komente që mori pas intervistës te Grida Duma, si dhe për aludime që po qarkullojnë se do bëhet pjesë e Big Brother VIP Albania. Kanë qarkulluar shumë fjalë që do të hysh në edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania. Arjan Curri më ndaloi një polic para disa ditësh që më pyeti. Tha që kishte hedhur bazë dhe mendonte se do futesha dhe kolegët e tij nuk e besonin. Po e mendoj që të futem, i thash. Kam një bazë tjetër, këtë radhë jo me studentët e mi, por me kolegët e mi, që filozofia nuk mund të futet dot kudo dhe cilësia nuk mund të futet dot kudo. Dhe mendimi nuk mund të futet dot kudo. Qoftë edhe në një reality show. Unë mendoj që mund të futet. Një reality show mund të jetë shumë filozofik, mund të jetë shumë i thellë, mund të jetë shumë i gjerë, mund të jetë shumë i lartë, mund t'i ketë të gjitha dimensionet, qoftë edhe dimensionin e 4 që nuk e shohim me sy. Po e mendoj seriozisht që të futem. Arjan Curri, jo, por kjo nuk do të thotë që të mos e bëj unë si ofertë. Unë ndonjëherë gjërat që dua i kërkoj dhe vetë. Nuk pres të mi kërkojnë gjërat, i kërkoj vetë kur i dua. Nëse do isha aty brenda, si mund të ta sillte produksioni ty si surprizë bashkëshorten tënde, Lirin dhe vajzën tënde, Irinin aty. Arjan Curri, Lirine do e kisha me vete. Vajzën nuk do të doja të ma sillnin aty, se është minorene, nuk i merr dot vendimet vetë. Çfarë do i kërkoje vëllait të madh në dhomën e rrëfimit? Arjan Curri, të më linte të thoja ç'të doja. Do i provokoja shumë shqiptarët dhe konkurrentët e tjerë. Do i bëja të gjithë që të shanin, të mendonin. Më eksiton pjesa e të provokuarit popullin tim. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. U pushuan nga puna. Arsyeja e fshehtë. Engji Nasufi dhe Neada Muçaj ndoshta po përgatiten për Big Brother VIP Albania 5. Lëvizje të papritura po ndodhin në skenën televizive. Dhe këtë herë në qendër janë dy nga vajzat më të komentuarat e ekranit. Engji Nasufi dhe Neada Muçaj. Pas zërave për tensione, përplasje dhe ftohtësi mes tyre në prapasken, mësohet se situata ka marrë një kthes të fortë. Të dyja moderatorët janë larguar nga puna, dhe në korridoret e medias thuhet se kjo nuk është thjesht rastësi. Burimet e afërta me produksionin tregojnë se largimi i tyre nuk lidhet vetëm me konfliktet e brendshme, por ndoshta me një arsye krejt tjetër, shumë më të bujshme. Engji dhe Neada ndoshta po përgatiten për të futur në Big Brother VIP Albania 5. Sipas të njëjtave burime, dy moderatorët kanë qenë prej kohësh në negociata të fshehta me produksionin e Big Brother VIP Albania, i cili po planifikon një sezon më eksploziv se kur më parë. Kjo pritet të jetë një nga hyrjet më të diskutuara të vitit, pasi dy vajzat e ekranit që së fundmi kanë pasur tensione të nxehta mes tyre, do të gjenden në të njëjtën çati, përballë kamerave 24/7. Përplasje që raportohet se ka ndodhur në Top Channel, sipas burimeve,
vetëm sa kanë rritur interesin e produksionit për t'i pasur brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Largimi i tyre nga programi i mëngjesit ka ngritur shumë pikë pyetje tek publiku, sidomos sepse deri para pak javësh vajzat dukeshin pjesë e qëndrueshme e formatit. Mirë po me sa po shihet vendimi është marrë me qëllim që ato të zgjidhin kontratat ekzistuese dhe të hyjnë të lira drejt Big Brother VIP Albania 5, ku pritet të jenë 2 nga emrat kryesor të sezonit të ri. Ndërkohë Asenxhi as Neada nuk kanë reaguar publikisht për largimin nga puna, duke shtuar dyshimet se gjithçka po mbahet nën sekret deri në momentin kur produksioni i Big Brother do të bëjë prezantime zyrtare. Deri atëherë mbetet vetëm një pyetje. A do të shndërrohen tensionet e prapaskenës në përballje të hapura para publikut? Publiku mezi pret ta zbuloj. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Moderatorët e projektit televiziv të dedikuar fëmijëve Fan Camp, realizuar nga Fondacioni Dritan Hoxha në bashkëpunim me Top Channel, kanë surprizuar publikun me një deklaratë të papritur. Në përfundim të sezonit, Aleksandër Grami dhe Ermir Hoxha zbuluan se do të jenë pjesë e sezonit të 5 të Big Brother VIP Albania. Një lajm që menjëherë ngjalli interesin e ndjekësve të spektaklit më të ndjekur në Shqipëri. Teksa biseda zhvillohej me tonë humori, ata vendosën ta përfshinë në lojë edhe personazhin tjetër të dashur të programit, Kërmill Milin. Me batutën e tij karakteristike, Mili tha me shaka se pas Fan Campit do të merrte rolin e opinionistit të Big Brother VIP Albania 5, duke sjellë të qeshura në publik. Në të njëjtën frymë, 2 moderatorët e njohur dhe aktor të Portokallis shtuan me entuziazëm se edhe ata do të ishin aty, si banor të sezonit të ri të spektaklit. Ne do të jemi banor, u shprehën në një zëri Grami dhe Hoxhaj, ndërsa Mili në stilin e tij komik u përgjigj se do t'u jepte opinione kritike në çdo prime, duke mbajtur rolin e analistit të shtëpisë më të famshme në vend. Ndërkohë, projekti televiziv Fan Camp mbylli si parin këtë të shtunë në ekranin e Top Channel. Ky program u zhvillua në një kamp pranë natyrës dhe kafshëve, ku fëmijët përjetuan përvoja të paharrueshme përmes lojërave, sfidave dhe momenteve edukative që synonin të sillnin argëtim dhe mësim në të njëjtën kohë. Kujtojmë se aktori Ermir Hoxhaj ka qenë më parë i ftuar në një nga prahimet e Big Brother VIP edicioni i 4, ku bë viral për imitimin e tij plot humor të aktorit Lart Vasili. Kështu që pyetja që lind tani është: a do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania edicioni i 5 Ermiri, Sandri apo ndoshta të dy bashk? Deri më tani, produksioni i Big Brother VIP Albania nuk ka dhënë asnjë reagim zyrtar, as për ta konfirmuar, as për ta mohuar këtë deklaratë, duke lënë hapur një fushë të gjerë spekulimesh dhe pritshmërish në publik. Në javët e ardhshme, pritet të zbulohet nëse humori i Portokallis do të hyjë vërtet brenda shtëpisë më të famshme në vend. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.